Industria ushtarake, pash që u reflektuan këtu disa kritika që vinë shpesher prej opozitës dhe përfitoj nga pyetjet tuaja që t'i përgjigjen përfaqësuesve të saj në mënyrë të drejtë për drejtë në fakt. Dhe nuk më shokon fakti që aksioner të Gërdecit mos kuptojnë se çfarë është shteti aksioner në industri. Nuk më shokon fare kjo. Përkundrazi, atë që dua t'ju them këtu është që kompania Kajo është një kompani holding shtetërore, 100% shtetërore, e cila nuk bën partneritete me individ, po bën partneritete institucionale bazuar në ato shtyllat të përparësive të mbrojtjes dhe politikës mbrojtjes që ka shteti shqiptar. Për sa i përket kompanisë Elbit, ne kemi një marrëveshje ndërshtetërore me Izraelin, e sankcionuar, e nënshkruar, e cila parashikon një sër kontratash dhe një sër komponentësh armatimi. Fillojmë me sistemet dron dhe sistemet antidron dhe parashikohen në të ardhmen, po këto ende të pa finalizuara, po parashikohen si rrugë bashkëpunimi sistemet e artillerisë. Për sa i përket Elbitit, patjetër jemi informuar nga strukturat e aleancës për sa i përket hetimeve që nuk lidhen me kompaninë në sensin e ushtrimit të aktivitetit saj, po lidhen me individ caktuar. Këta individ s'kan pik lidhje me Shqipërinë, s'kan pik lidhje me bashkëpunimin mes Izraelit dhe Shqipërisë. Dhe edhe njerë, shpesher dëgjoj përfaqësues të opozitës që ta anatemojnë lart e poshtë kompanitë cilat në fakt janë lider në këtë hemisferën tonë për sa i përket fushës mbrojtjes dhe shumë vende të NATO-s dhe Bashkimit Evropian vazhdojnë të bashkëpunojnë me to.